Ekipi i North Boxing Albania, me qendër në qytetin e Shkodrës dhe i drejtuar nga dy vëllezrit, Cekini, ishte pjesëmarrës në turneun ndërkombëtar Porto Box Cup në Portugali, një aktivitet që konsiderohet një nga eventet më madhështore të boksit olimpik, me rreth 1200 sportistë nga klubet më të zhvilluara të boksit. Në drejtimin e kryetrajnerit Cekini, ekipi shqiptar North Boxing Albania konkuroi me dy talentet e tij, vëllezrit Brajan dhe Bjordi Cekini, në peshat 57 kg dhe 46 kg. Në ditën e parë, Brajan Cekini kaloi raundin me short, ndërsa në ditën e dytë u përball me boksierin Cole Pikulski nga Walesi, një kundërshtar shumë i fortë. Pavarësisht përpjekjeve të mëdha, boksieri ynë nuk arriti të kalonte në finale. Ndërkohë, paraqitjen më të shkëlqyer e bëri talenti i ekipit North Boxing Albania, Bjordi Cekini. Në ndeshjen e parë, ai fitoi pastër me rezultatin 3-0 kundër boksierit polak Julius Biernacki. Edhe në ditën e dytë, Bjordi Cekini, duke u ndeshur me një boksier të fortë nga Letonia, doli fitues, ku që në raundin e parë i shkaktoi knockdown kundërshtarit, duke triumfuar pas 3 raundeve të shkëlqyera. Kjo fitore e kualifikoi Bjordi Cekinin në finale, ku pati përballë boksierin anglez James Joyce, i cili renditet i 4-si në Angli. Finalja nuk nisi mirë për Cekinin, pasi humbi raundin e parë, por ai reagoi me forcë dhe vendosmëri, duke fituar 2 raundet e tjera dhe duke përmbysur rezultatin në mënyrë spektakolare. Kjo fitore u shoqërua me medaljen e artë në peshën e tij. Këto seri fitoresh të realizuara nga Bjordi Cekini e vendosin atë mes talenteve më premtues të boksit shqiptar, duke dhënë sinjale të forta për një të ardhme të ndritur në arenën ndërkombëtare.